ta janë shprehjet atyre që i kanë humbë zgjedhjet moti. A ka prokuror të mirë e fundit? Kosova, zoti Kurti, si përsysh? Po, në mes në 200 prokurorëve, unë besoj që shumë ka gjastra që më shumë se gjysma janë të mirë. Po me çka matën këta të mirët, a ka ndonjë prokuror o matës apo çfarë? Të mirë në kuptimin e kompetencës dhe integritetit. Të pyeta se më intereson cila është përshtypja. Ama nuk janë lart ata. Për shkak të Nëse tash unë nuk kam kontakte me ta, unë veç se dëgjoj dikë që ka dëgjuar. Besoni, lëndët kryesore janë ndaj njëri tjetrit klika udhëheqëse. Edhe pastaj, para dështimit të rasteve, ja u bartin rastet prokurorëve të cilët më pastaj dështojnë ato raste, edhe rrjedhimisht nuk ngritën dot në karrierë. Është një klik udhëheqëse për brenda prokurisë. Nuk është problem se cili prokuror ose prokurorës si të tillë, por klika udhëheqëse aty, e cila e ka në qendër pikrisht insistuesin për të bërë kryeprokuror, karriga të cilit nuk i ka më 4 këmbë. Po, vetëm shpresojmë që mos bëhet një klik e re. Kjo është ajo që po e diskutoj. Mbasi të kryhet një klik, më bën një klik e re brenda që praktikisht pushtetet kanë treguar kushtrim që kur e kanë ndodhur këto veprime, kanë ndodhur dhe klika, domethënë brenda. Unë besoj nuk përjashtohet as vetvendosja nga ky segment. Kështu që këto ndoshta me thon prandaj insistova më tej. Në kuadër të kësaj drejtësisë e di që për Këshillit të Evropës ka intervenim matoshi, por në kur jemi tek drejtësia do dua që natyrisht ta marrim një adresim nga zoti Kurti me që është këtu.